Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dështoi për të 12-ën herë seanca konstituive e Kuvendit Kosovës, partitë opozitare këmbgulën se nuk e përkrajnë votimin e fshehtë pasi është në kundërshtim me rregulloren. Kryesuesi Dahari kërkoi nga partitë propozojnë kandidatët për anëtar të komisionit votues për votim të fshehtë. PDK, LDK, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe edhe këtë herë nuk propozuan asnjë emër. Vetëvendosja është kundër qeverisë tranzicionale. Ministri i Financave Kuran Murati deklaroi se ky lloj propozimi është i nevojshëm në rastet kur një vend sapo ka dalë nga lufta, kur ka një kolaps të sistemit politik, kur ka zgjedhje me rezultat kontestuar apo kur vendi gjendet në situatë të kryengritjes ose luftës civile. Propozimi i Lumir Abdixhikut për një qeveri të tillë për Kosovën është skandaloz dhe do të ishte mesazhi më i keq që do të mund t'i dërgojë bashkisë ndërkombëtare. Sipas Muratit, Republika e Kosovës ka qeverinë e detyrë, e cila ushtron funksionin kushtetues deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Nuk ka nevojë për eksperimente që na kthejnë në kohën e Omnikut. Partitë e komuniteteve jo shumicë në Kosovë kritikuan propozimin e kryetarit të LDK-s Lumir Abdixhiku për qeveritë e tranzicionit. Ftesa vetëm për subjektet politike shqiptare sipas deputetit Elbert Krasniqi është qasje përjashtuese dhe jo në frymën multietnike. Në emër të pakicave, Krasniqi konfirmoi se janë për formimin e institucioneve sa më parë dhe sa më shpejt. E votojmë kryetarin e kuvendit të propozuar nga lëvizja vetëvendosje, si fituese zgjedhjeve dhe drejt me aktvendimin e gjykatës kushtetuese dhe pastaj flasim për institucione tjera. Ju falenderoj shumë e mirëmbafshim. Nuk kemi pas ftesa u kon veç për politikë e shqiptarëve, nëse kanë numrat në atë. Ishte Elbert Krasniqi, deputeti i Kuvendit Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmete Bajrami, akuzoi vetëvendosjen për rikthimin e vendit në praktikat e kohës së Omnikut dhe krijimin e një krize të qëllimshme institucionale. Sipas Bajramit, Kosova sot është në krizë, sepse vetëvendosja nuk pranon që s'mund të bëjë shumicën. Vetëvendosja sot e mban shtetin peng, sepse ata e kanë interesin e partisë përpara interesit të shtetit, interesin personal mbi interesin qytetar. Bajrami theksoi se LDK-ja nuk po imponon propozimin për qeveri tranzitore, por se kjo është një përpjekje për zgjidhje dhe në të mirë të qytetarëve. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konfirmon vimin e bashkëpunimit me LDK-n për të nxjerrë vendin nga kriza. Ramush Haradinaj deklaroi se është në komunikim të vazhdueshëm me kryetarët e partive opozitare, përfshirë Lumir Abdixhikun për të diskutuar rreth situatës politike dhe ngërçet në kuvend. Haradinaj tha se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mbetet e përkushtuar ndaj qëndrimit për të ndihmuar krijimin e një qeverie të opozitës si opsion për tejkalimin e krizës. Angazhohem për qeveri të opozitës. Edhe vazhdoj me mbet në këtë qëndrim, pra për qeverinë e opozitës, ndërsa jam i hapur për konsulta në këtë rast me Lidhjen Demokratike, me PDK-n, me partitë parlamentare të opozitës. Megjithatë, ai shtoi se nëse nuk ka një ofertë të qartë, atëherë zgjedhjet do të ishin zgjidhja më e mirë. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër Bedri Hamza apelon për shmangjen e një vakumi institucional. Ai shpreh se PDK është e përkushtuar për ndërtimin e institucioneve funksionale dhe adresimin e temave prioritare për qytetarët. Mbi të gjitha ne jemi të interesuar që mos të ketë vakum institucional, vendi të ketë institucione dhe normalisht që të trajtohen prioritetet e temat që cilat i ka vendi. Ishte Bedri Hamza, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.